jam marrë me administrimin e ujit të Tragjasit dhe Dukatit. Ai shtet atë stacion e ka bërë për të vaditur arat e Tragjasit dhe të Dukatit. Dhe për të pirë ujë i merrte edhe radhima. Tani në kulmin e saj, tani në Qershor, se ara i fillonin pompat ne, stacioni ka pas 900 litra ujë në sekond. Në çfarë viti flasim? Në 83, në 84, në 85, më djonar, para 20 vjetëve. 900 litra. Dhe unë ba përgjegjësi penale. I bëj thirrje kryeministrit që e kanë gënjur, e kanë mashtruar. Ata që kanë bërë projektin janë mashtrues. Duhet i mas parku t'i fut në burg ata. Dhe, kur i kemi ndezur një herë të 900 litrat në aty, është farë lumi. Tani në këtë fshat ja ku jemi, të qoj burim më burim që janë tharë mbi 20 burime. Ku shtuj? Atje ku keshën pompat në mbyteshje. Kishte 1 metro e gjysëm ujë, tani ka ngellur urdot vej televizionit të shoh, ka ngellur 30 pont të ujë. Qari kemi bërë kryeministrit? Është dhe yni apo s'është yni kryeministri? Në qofse e kanë gënjur dhe në qofse s'ka ashtu, ne do merremi me drejtësinë. Ne do bjem ekspert nga Italia, nga Franca, nga Gjermania, ai të vërë ekspert e ti të shkoj. Aty 1/3 e sasisë ujit ka ngellur. Ta asaj kohe? Ta asaj kohe. Aty nuk kam tepër se 300 litrë ujë në sekond. Dhe kryeministrin me siguri që e kanë gënjur. Jam i bindur për këtë, se Tragjasi si ka bërë gjë as kryeministrit as Shqipërisë. Vetëm i ka dhuruar kuadro. Edhe të mira këtij shteti. Ndaj, e bëni të vërtetën jo gënjeshtat. Ta marrë vesh gjithë populli shqiptar që po na grabitën. Është grabitje, nuk është vjedhje. Që ti ke ujtë nga Tragjasi dhe të bëj pishinat edhe fshatin ngellet pa ujë, kjo nuk ka. E dytë, a i bëj thirrje kryeministrit të na elektrifikoj. Kablot kaluan në për tokën tonë dhe për 500 metra së kthyen kablot në Tragjas, po vanë himar. Për 100 metra së kthyen në Orikum. Ujtë është që gjithë ka hinës, edhe Orikum ka marru i nga këtë. Edhe Pashalimani ka marru i nga këta burime. Po nuk është më sasi e këti ujë. Nuk 300 litro ujë, unë e paguaj me kokën time në qofse gënjej kryeministrin këtu. Aq më tepër që edhe parashikimet e bëra nga vetë qeveria thonë që në harkun e 25 viteve do të ketë rënje të vazhdueshme. Unë të flas për 45 vjet para që ka pasur 900 litro ujë në sekond. Dhe kemi mbritur tek 300. Të vijë Eduard Liçua këtu. Ish kryetari i kooperativës. Të vijë Mirko Vangjeli këtu në qofse gënjeju. Dhe ngjyrat politike ai nuk ka rrugeçër këtu, këtu ka hallexhi. Fshatarë që rrojnë me shumë zamet, me shumë lodhje, me shumë mundim. Nëse do marrë ujt ai gjithë puset e fshatit thanë, sepse ujrat në toksore edhe mbi toksorët kanë regjim. Edhe lumin, as në fund të lumit nuk duhet marrë ai. Se flasën për shumë gjëra, po lumi krijon delta. Delta krijon rrymat dhe rrymat ai bien të gjithë këtë klimë kaq të bukur që kemi ne këtu. Pse na i prysh kryeministri? Çfarë kemi bërë kryeministrit na? Mi na kalon me nga 100.000 lekë pension.